5 ditë pas sulmit me tritol në një pallat në Shkodër, ku humbi jetën 67 vjeçari Hysni Ymeri, nuk dihet ende motivi i krimit. Megjithatë, hetuesit shpresojnë që ta zbardhin edhe këtë moment, pasi personi që vendosi lëndën eksplozive dyshohet të jetë Gerti Bushati. Ky fundi është zbuluar përmes pamjeve të kamerave të sigurisë të instaluara në një biznes pranë pallatit. Ato tregojnë se mbrëmjen e 27 vjetorit Bushati vendosi tritoli në boksin e sahateve të energjisë elektrike në katin e parë të pallatit. Lënda shpërthyese u aktivizua 2 ditë më vonë, në 29 dhjetor, në momentin kur Hysni Ymeri po ngjiste shkallët e pallatit për të hyrë në shtëpi, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Por hetimet dhe analizimi i pamjeve të tjera filmike bëri që grupi hetimor të zbardhi itinerarin e lëvizjes së autorëve, çka çoi në arrestimin e 4 personave: Gerti Bushati, Ergys Ibrahimi, Edison Hasaj dhe Gjergji Zefi. Policia ka ende pikpyetje mbi motivin dhe porositësin e atentatit. Gjatë kontrollit janë sekuestruar 28 celular, një automjet Mercedes-Benz, municion, lëndë narkotike kokain, pajisje GPS, kamera sigurie si dhe veshje të përdorura nga autori dyshuar. Burime nga policia bëjnë me dije se pak ditë para ngjarjes në Shkodër kishte mbërritur edhe djali i viktimës, Alban Ymeri, i cili jeton jashtë vendit. Ai ka deklaruar para hetuesve se familja nuk kishte konflikte dhe se nuk kishte marrë asnjë kërcënim. Ndërsa personat e arrestuar kanë refuzuar të japin deklarime. Sipas burimeve, ata janë mbajtur së bashku në një ambient të monitoruar në përpjekje për të zbuluar identitetin e porositësit të tritolit. Të ndaluarit pritet të dalin para gjykatës për caktimin e masës së sigurisë ditën e hënë. Vëllai i viktimës në vitin 1995 në lagjen Kiras vrau Shefqet Çekorjen. Autori u arrestua dhe u dënua në atë kohë. Disa vite më vonë, sipas burimeve, 2 familjet arritën pajtimin. Shefqet Çekorja ishte vëllai i Ismet Çekores, i cili u vra në shtator të vitit 2022 pranë banesës së tij.